Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi i shtunë 20 dhjetor 2025. Dashi. Nuk keni pse bëni shumë gjëra. Në dashuri ju shtrëngoni kohën. Ka mundësi që të jeni pak të shqetësuar për parat apo për të lëvizur shtëpinë. Demi. Tani ju vetëm duhet t'i kushtoni vëmendje dashurisë, sepse keni plane në mendje. Sot kujdesuni për gjendjen tuaj fizike, bëjeni zakon. Binjakët. Do të duhet të pranoni me kënaqësi një angazhim ose një ftesë. Ekziston një mundësi e bukur për shpengim. Gaforja. Në dashuri mund të keni sukses në këtë ditë. Angazhimi dhe përkushtimi juaj kërkohet në këtë ditë. Luani. Vendimet, vlerësimet që duhen marrë në dashuri. Kujdes, shmangni diskutimet. Virgjëresha. Një ditë pak armiqësore në fillim, atëherë gjithçka do të kthehet në favor. Është koha për të vlerësuar me kujdes një ndjenjë. Mos bëj gjithmonë krahasime me të kaluarën. Peshorja. Është një ditë konfuze, por do të bëhet më mirë. Pikpyetje për atë që ka të bëjë me jetën emocionale. Akrepi. Dashuritë e reja janë shumë të rëndësishme. Harmonia me bashkëjetuesit ju sjell qetësi. Shigjetari. Palestra nuk është në kulmin e saj sot. Është gjithmonë e këshillueshme që të jeni të kujdesshëm me shpenzimet, ato kanë qenë shumë të fundit. Britsjapi. Një ndriçues të ri të leta sektori miqësit do të jetë gjithnjë i pranishëm në jetën tuaj, një person që kohët e fundit ju keni vënë mënjan. Dita në përgjithësi është interesante, por organizimi i gjërave nuk është i lehtë. Keni kujdes nëse duhet të largoheni ose të planifikoni një takim. Ujori. Fshini situatat që nuk ju kënaqin. Ju jeni pak më i vullshëm dhe nuk ka nevojë të pyesni të tjerët se çfarë është më mirë të bëni. Peshqit. Rikthehet një emocion i mirë ose nëse jeni vetëm mund të bëni takime emocionuese. Në këtë periudhë ju duhet të merrni energjitë tuaja pozitive përsëri duke lëvizur. Ju duhet të rimarrni forcën fizike pas një periudhe të rëndë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.